istikfari, kur Allah thot istaghfiru rabbakum, kërkoni istikfar nga Zoti juaj, kërkoni falje nga Zoti juaj, kanë thonë disa dietar, sikur Ibn Kathiri në tefsir e të tjerët, e kanë përmend se qëllimi është, domethënë, kërkoni falje tek Allahu që t'i mbron nga të këqijat e mëkateve në të kaluarën. Don, kur ke bëu gjuna, ke lënë gjurmë, kur ke bëu gjuna, ka me të shirrë gjunat. Ti tash, kur kërkon falje tek Allahu xhallahu, kërkon falje për veprën, mirë po gjurmët kush i shlyn, pasojat kush i largon. Andaj ti kërthush astaghfirullah, ka të bëjë atë me të kaluarën. Kur ke bënë vepër të keqe, kërkon falje, pendohesh dhe dën që Allahu xhallahu ala me trut nga e keqja asaj që ka të ndodhur në të kaluarën. Ndërsa teubeja, pendimi dhe kthimi tek Allahu xhallahu ala me kuptimin e ngushtë të fjalës teube ka më tepër kuptim me të ardhmen. Unë pendom tek Allahu se në të ardhmen nuk do të bëjmë mëkat të tillë, andaj e lut Allahun që të më ruan nga e keqja e rënies në mëkat dhe nga e keqja e përsëritjes së mëkatit. Kjo është teube. Do istikfari me të kaluarën, teube me të ardhmen më tepër. Në këto disa dallime që dietarët kanë përmendur mes fjalës astaghfirullah dhe fjalës etubu ila Allah.